Pëlqim një bate ndoshta më të fortë, por për Elbasanin ishte një paraqitje për mua shumë e mirë, sepse ishte pothuajse 80% e ekipit i rinovuar. Më bënë shumë përshtypje grupi prapë me fjalë kolektiviteti më rënë, ndoshta ndikoi edhe pjesa kryesore Bruno Lule si kapiteni i ekipit, i cili ndoshta ishte organizatori mirë mbrapa dhe i dhaj zemër ekipit. Por më lanë, sidomos mbresa Nikaj, një lojtar siç unë e maj me gjuha që nga Skënderbeu, që ishte prapë në formën e vet. Unë mendoj që është i mundur, sepse edhe po të vijë re, neve duhet të kishim shënuar edhe gol tjetër. Momenti i psimit të golit ndoshta ishte edhe çiki pa kujdesi, u shfrytzoi çik si neglizhencë ndoshta e Begut Majt, dhe aty krosimi perfekt pasaj që i cili s'kishte çaj bonte as kush as nga mbrojtësit as portieri. Unë mendoj që do ta kaloj në turin, sepse më pëlqeu grupi, më pëlqeu lufta dhe më pëlqeu mënyra e lojës se si ishin ndërtuar. Mendoj që duhet të jenë pak më të qartë taktikisht, duhet të shfrytëzojnë kundërsulmin shpejtësinë edhe të Nikajt edhe të Djalos, dhe besoj që edhe Hebaj do të arrijë nivelin e vet që ka, nuk e di sepse si mund të jetë se fazë paritore janë ekipet, lojtarët kanë ardhur ndoshta edhe nga lodhje nga kampionatet ku kanë qenë jashtë, por sido që të është një mini fazë kjo dhe do thotë që unë shpresoj që ekipi të rregullohet. Dhe kam bindjen që me kundërsulmin e shpejt, me Nikajn edhe me Djalon besoj që do ja dalim.